arestimet dhe kontrollet që janë kryer në Durrës me urdhë të SPAK-ut ditën e sotme, zonja Lala ka patur një aksion tani të SPAK-ut në Durrës në eksponentëve të krimit. Eksponent krimi. Për çfarë bëhet fjalë? Fillon ti tani. Çka ka ndodhur aty, çka kanë ndaluar, kë kanë arrestuar qysh tek. Edhe po kemi material filmik e paraqitni. Një vjeçari i prokurorisë posaçme që ka nisur mbi bazën e disa të dhënave të përftuara nga një celular i sekuestruar gjatë kohës që Aleksandër Lahu, që konsiderohet dhe kreu i grupit kriminal që ka tjetërsuar pronat në gjirin e Lalzit, nëse ju kujtohet raprej një atentati që ishte në automjetin e prokurorit të Durrësit në atë kohë dhe aktualisht deputetit Partisë Demokratike Arjan Doj, nga aty ka derivuar kjo çështje, pra në kohën që po hetohej për atentatin dhe u sekuestruan celularët, u zbuluan edhe të dhënat që kishin të bënin me tjetërsimin e pronave. SPAK ka arritur në konkluzionin që Aleksandër Lahu, i njohur me Nofkon Rumi, që më herët ka patur një emër tjetër. Rumi Shjaku të që kemi dëgjuar si emër, po. Që unë jam marrë shumë në fakt në personazhin, përsa ko bëj fjalë për tjetërsimin e pronave, ka qenë i përfshirë edhe në dhunën ndaj biznesmenit libanes Faad Mitri. Rezulton, sipas SPAK, që ka krijuar një grup të strukturuar kriminal, pjesë e cilit është vllai i tij Vullnet Muça, shoferi Agron Bejdolli dhe Vlash Brahja, të cilët çfarë kanë bërë? Arrinin të prishnin ose të grisin fletët e regjistrave të pronave, pra në ish hipotekën e Durrësit, dhe tek fletët e grisura t'i zëvendësonin ato me AMTP të falsifikuara, duke shtuar numrin e parcelave. Dhe në momentin që bënin këtë gjë, bëheshin rivlerësimet e pronave edhe këto përmes dokumentave të falsifikuara, dhe si përfaqe të tëra prona shkalonin në emrat të fshatarëve të zonës, të fshatrave Lalës, Shetaj e tjerë me radhë, dhe më pas nga fshatarët, të cilët as nuk kishin dieni fare që ishin të përfshirë apo ishin pronar të tokave, kalonin në emrat të biznesmenve të njohur apo kompanive të ndryshme, të cilat kanë interes për ndërtimin e resorteve luksoze, tek ajo që njihet si Rëra e Bardhë, është një plazh shumë i bukur në afërsitë të Kepit Rodonit dhe te Kepi i Rodonit. Dhe të gjitha këto prona, rreth 250.000 metra katror janë të sekuestruara, pra 11 parcela janë të sekuestruara me urdhër të SPAK, por mendohet që sipërfaqja e pronave të falsifikuara të jetë disa herë më e madhe. Aleksandër Lahu nuk është arrestuar, ai është në kërkim edhe për vepra tjera penale, ndërkohë që është arrestuar vllai i tij gjatë një aksioni të orëve të para ditës sotme, si dhe 2 persona të tjerë. Mes tyre është edhe një grua e cila është e përfshirë në çështjen e tjetërsimit të pronave për falsifikim të dokumentash, pra bënte falsifikimin e AMTP-ve. Tek i njëjti operacion është zbuluar edhe një vrasje viti 2021, ku rezultoni përfshirë ndër të tjera edhe Enea Kume, që është vllai i deputetit socialist Loer Kume, është deputeti Hyr Rishtas në Kuvendin e Shqipërisë, nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Bëhet fjalë për një vrasje të ndodhur në janar të vitit 2021 dhe viktima është Edmir Bregu. Sipas SPAK është Astrid Avdyli, kreu i grupit kriminal Avdyli, nëse e mbani mend, ne kemi zbuluar së bashku në atë kohë 339 e famshme që dilte në përgjime me Vangjush Dakon, dhe Astrid Avdyli rezulton që ka ata që përgjuan. Po jo vetëm gjermanët, pati edhe përgjime shqiptare. Astrid Avdyli ka urdhëruar vrasjen e këtij personi për shkak se ai kishte tentuar t'i vriste nipin Aldo Avdyli. Çfarë është risi në gjithë këtë histori është që vllai i një deputeti, dhe që në fakt është edhe rënë një herazi, rezulton të jetë informator në këtë ngjarje. Ndërkohë ekzekutori ka vepruar kundrejt pagesës, ndërkohë ekzekutori i dytë. Deputeti që është tani deputet ky. Po pra, Loer Kume, që ka qenë ndër më të votuarit në qarkun e Durrësit, rezulton të jetë informatori i grupit kriminal Avdylaj për këtë vrasje, dhe që sigurisht grupi kriminal në fjalë dyshohet edhe për ngjarje tjera, sepse po të shikosh me kujdes, dhe janë duke u përpjekur të jap vetëm emrat, sepse ato i kanë të gjithë të ndryshuar dhe nuk dua të krijoj kakofoni me emrat, por po të shikosh, njëri nga 2 ekzekutorët është vrarë tashmë. Dhe dyshohet për një njëjti grup, është vrarë vitin e kaluar për një njëjti grup të ketë kryer këtë vrasje. Kemi në gjë panë të këtë gjë për këtë të koma se sa po ka ndodhur. Ola, jo. Çështja e tjetërsimit të pronave në gjirin e Lalzit edhe në Durrës ka vite që ka ndodhur, po. Gjiri Lalzit aty tjetërsuar ka 35 vjet që tjetërsohet prona vazhdimisht. I kanë luajtur fena aty. Po, ka që në vitin 2015 në mos gaboj që ka ndodhur edhe rrahja e biznesmenit libanez, që u largua më pas nga Shqipëria dhe braktisi investim. I hoqën një drut madhe ati, dhe iku i shkreti. Sa i përket të Bregdetit të Durrësit, kjo është tjetërsimi më masiv
që ka ndodhur të paktën në gjitha hetimet të kryera deri më tani. Dhe në dosjen tjetër që ka prokuroria, se është dosja duke vijuar, fakti që Rumi arrinte të fuste në mënyrë ilegale të gjithë dokumentat e falsifikuara dhe të regjistronte në hipotekë, dyshoj që ka patur dhe bashkëpunëtor brenda hipotekës dhe sipërfaqja është shumë e madhe në raport me atë që është sekuestruar. Por nga informacionet që kanë arritur të rrjedhin deri tani, bëhet fjalë për një sekuestrim të paktën 70% të hipotekës ose të dokumentave të kadastrës, të cilat janë duke u verifikuar dhe që mendohet se mund të preken edhe investimet të cilat janë kryer tashmë në zonën e Gjirit të Larzit. Por mekanizmi... Unë kam një pyetje. Ka zyrtar të dyshuar për këto falsifikime? Ndaj të thash, pjesa... Duhet edhe zyrtar të kadastrës që duhet të atëherë, pjesa e dytë e hetimit, sepse ju thash janë 70% e hipotekës që është sekuestruar nga Mespak. Ka shkuar dhe është bërë gjithë sekuestrimi i praktikave, sepse bëhet fjalë për afro thua se një 30-40% të regjistrit që është i dëmtuar. Pra janë ngrisur fletët dhe janë futur fletë të reja me këto zërat e rinë kadastral. Pra gjithë pjesa shtetërore që ishte për shembull zë kadastral pyll dhe nuk mund të ndërtojë, ata e kanë falsifikuar e kanë kthyer rar me qëllim që të nesërmen mund të ndërtonin, pra të bënin ndërtime luksoze sepse zona e paprekur. Është e vetmja zonë që nuk ka ndërtime aktuale. Pra është e gjitha bosh dhe aty mund të ketë një plan urbanistik dhe ndërtime luksoze. Gjithë kjo pjesa tjetër që është me sa kuptoj edhe me sa kam informacion një jetim shumë i madh, mendoj që do të prek në vijim edhe zyrtar të lartë. Pra, kupto bushat, janë ndëgrisur letrat e hipotekës e gjitha, soptuar ato, pastaj është marrë dhe toka. Jo, nuk është vetëm ngrisje letrash. Përveç ngrisje letra, ke edhe gjykatës të implikuar. Sepse shumë toka shtetërore janë nga ato toka që në një farë mënyre duke i shkel syrit, avokatura e shtetit ka qenë pjesëmarrëse në gjyq. Sidomos në zonë e Ksamilit i ke kështu të gjitha. Dhe ajo që më bën përshtypje mu, kryeministri merret me gjyqtar që i prishin qefin për një ngastër. Ndërkohë ti në Ksamil ke toka shtetërore pafundësisht në Bregdetit, që janë kthyer pronarëve të rem, shteti ka humbur pronën e tij dhe askush nuk flet as nga qeveria. Po, Aleksandër Lahu është i dënuar për këtë. Pra, për një nga episode që i ka dhënë rishfet një avokati të avokaturës së shtetit, dhe më pas, në qoftë se mbani mendur, ne kanë trajtuar edhe në birna atë kohë këtë histori. Po thosha gjë tjetër, do me thënë që këta nuk janë thjesht bandit sa do të fuqishëm. Këta kanë shkelje syri nga shteti dhe nga qeveria, prandaj veprojnë në mënyrë të tillë. Dhe kështu është çdo tokë që ka vlerë në Bregdet sot, ka të njëjtat, pothuajse të njëjtat probleme. Sidomos ato toka që kanë qenë pa pronar. Tani, nëse më lejon që ta shtoj, se po na ndjekin edhe dikush që ka shumë informacion lidhje me hetimin, thotë e gjithë kjo skeme tjetërsimit të pronave ka ndodhur nëpërmjet vendimeve të Këshillit të Qarkut. Pas vdekjes së Genci Alizotit, është falsifikuar firma dhe vula e tij. Dhe duke u marrë, ai kishte ndruar jetë dhe ata kanë përdorur firmën dhe vulën e tij dhe kanë bërë gjithë të tjetërsimin masiv të pronave. Një tjetër nuk u zgjoi. Për kohën që ka qenë gjallë. Si? Për kohën që ka qenë gjallë. Po, dhe kanë bërë pasi ka ndruar jetë, kanë bërë gjithë të e kanë përdorur sikur kohën që ka qenë gjallë ka marrë ai vendimin. Që sigurisht. Kur i ka bërë kur ishte gjallë. Ndërkohë që ai kishte ndruar jetë dhe ata falsifikonin, pra kanë përdorur të dhënat e tij. Tani bie dakord me Bushatin që thotë se bie dakord me Bushatin, unë po them vetëm një detaj. Dikur hipoteka e Durrësit ka qenë në pronën që zotronte ish kreu i bandës Durrësit Lulzim Berisha dhe ka qenë një pronë e cila ruhej nga polici private që ishte po ashtu polici private në emër të një personi që rezultonte të ishte kunati një tjetër kriminali në zonë. Dhe praktikisht aty ishte si han pa porta e gjithë hipoteka. Për ta përmbyllur, ky është vetëm pra grupi i Aleksandër Lahos, është vetëm një grupim që ka patur interesa të drejtë për drejta për tjetërsimin e pronave, sa aty ke edhe të tjerë antar apo kryetar grupesh, të cilët po ashtu janë përfshirë në këtë skem tjetërsimi.